Përshëndetje, sot do fillojmë një lojë dhe dua të them këtë zgjedhësh tani të Zanën apo Engjëllin. Këtë zgjidh një Engjëllin apo Zanën. Engjëlli është numër 1, Zana është numër 2. Më thuaj kë zgjodhe? Atëherë, kush zgjodhi Engjëllin? Të shikojmë kush është frika që duhet të punosh ti në këtë moment të jetës tënde që e shikon këtë video. Dhe frika që duhet të fillosh të punosh ti është madra 39 dhe frika, liri nga frika prej vetmisë. Kurse ju që zgjodhët Zanën, duhet të punoni me madrën 56, liri nga frika për të përjetuar plotësinë në jetë. Këto do të jeni tek libri Simboli mrekullive, që është teknikë, shërimi dhe terapie nga Fovit. Janë 83 madra që do t'ju çlirojnë nga Fovit. Mund të them një nga këto dhe në qoftë se doni më tepër informacione mund të më shkruani në privat tek numri 0030 699 321 46 37, Telegram, WhatsApp dhe Viber. Ju përshëndes. Atëherë, po jap madrën 56 në faqen 122 të librit Simboli mrekullive, e cila thot: liri nga frika për të përjetuar plotësinë në jetë. Pavarësisht se ne duam që të mos na humbasë asgjë në jetë dhe të kemi gjithçka, në ndërgjigje jonë mban një frikë. Prandaj, ky libër është vërtet që do të ndihmojë që ta punosh këtë frikë. Në qoftë se kërkon të marrësh dhe ta kesh tëndin këtë libër, mund ta gjesh në Tiranë dhe kudo në Shqipëri mund ta porositësh nga botimet Living dhe të vi kudo që je në Shqipëri dhe jashtë shtetit. Ndërmjet Instagramit, Facebook mund të bëni dhe porosinë. Atëherë, krijuesi gjithçkaje, dritë mbi dritë, jepet urdhri. Çdo gjë që ndalon çlirimin e frikës për të përjetuar plotësinë në jetë tek unë them emrin tim, ju do thoni tuajin, Merita Cake, të lirohet, të çlirohet, të tretet në mënyrë më të lartë dhe më të mirë për mua dhe të shndërrohet në dritë dhe dashuri. Kontratat e shpirtit, programet, besimet, karmat që janë krijuar deri tani, të anullohen, të çlirohen, të lirohen, të treten nga të gjitha kohët, ndërmjet kohëve, nga të gjitha dimensionet dhe në të gjitha jetët, dhe të përfundohen këtu dhe tani, në këtë çast, në këtë kohë. Së bashku me këto, të mbyllen të gjitha mësimet që unë Merita i merrja deri tani për të evoluar në këtë jetë. Çdo gjë që nuk më lejon mua të përjetoj lumturinë, qetësinë, paqen, krijimin, bollekun dhe gëzimin e jetës, shëndetin, të anullohet, të çlirohet, të lirohet, të shpërbëhet nga çdo memorie qelizore, nga të gjitha kohët, ndërmjet kohëve, nga të gjitha dimensionet dhe në të gjitha jetët, dhe të plotësohet tani në këtë çast për mua dhe të tjerët. Le të bëhet gjithçka në mënyrë magjike, lehtësisht, përfundimisht dhe në mënyrë të pakëthyeshme përmes dritës të dashurisë të vërtetë. Këtu dhe tani, në këtë çast, i jap lej vetes ta jetoj jetën në maksimum, me gjithë qenien time, në mënyrë që çdo qelis të këndoj këngën e gëzimit të jetës në të gjitha nivelet, dhe pranoj që të gjitha mrekullitë të materializohen dhe ëndrat e mia të plotësohen. Është plotësuar, është plotësuar, është plotësuar, ka përfunduar. Dhe kjo mund të bëhet për 21 ditë, çdo frikë punohet për 21 ditë dhe bën leximin e madrës një herë dhe 21 herë përshkruan në trupin tënd simbolin e mrekullive që është infiniti.
Simbolin mrekullit e kalojmë 21 herë për 21 ditë pa ndërprerje dhe mos harro as edhe një ditë sepse duhet ta fillosh nga fillimi. Për më tepër informacione mund të më shkruash në privat dhe ju falenderoj, ju jam mirënjohëse që në të njëjtën kohë ju mund të shpërndani këtë video dhe në njerëz të tjerë. Në qoftë se do të mësoni më tepër si përdoret kjo metodë, mund ta gjeni dhe në YouTube tek kanali im Flutra me Fat 333. Për gjithçka jam këtu, ju falenderoj, shkruani kush është frika kryesore që ju e keni kuptuar deri tani dhe në të njëjtën kohë çfarë kaloni në këtë moment të jetës tuaj. Jam këtu për të dhënë dorën dhe për të treguar rrugën e vërtetë. Falenderoj.